Në rrugë do të dalim përsëri, por kësaj here jo për t'i bllokuar ato. Bizneset kosovare në shenjë proteste për një orë rresht të mërkurën do të tubohen në sheshin Skënderbeu në Prishtinë nga ora 11. Kjo për ta shprehur pakënaqësinë e tyre në lidhje me daljen detyruese në treg të hapur të energjisë për mbi 1300 kompani nga 1 qershori. Kësa herë do t'jetë me pronart apo përfaqësues të kompanive, varet prej organizimit të kompanisë dhe punëtorët e kompanisë. Për shkak se dhe qytetarët që ata janë punëtorë. Për shkak se i prek. Sipas tyre, 99% e bizneseve nuk po mund të firmosin ende kontrata as me operator e as me korporatën energjetike si furnizuesi i fundit, e i cili të martën e shtyu për 24 orë afatin për ujdi. Vetëm 3 biznese kanë nënshkruar me kek. Keku është i vetëdijshëm që 60 ditë ka me të furnizu, mirë po mbas 60 ditë ati, si më thoni, pushon obligimi ligjor me të furnizu. Edhe më pas tani është çështja e bizneset se si do të gjindë. Shoqatat biznesore po luten që ekzekutivi të reflektojë me subvencionim të një periudhe kalimtare. Qeveria mori vendim që mi arrit punëtorëve të sektorit publik 55 euro që ishte 31 milion. Është aq sa i duhen 135.140.000 punëtorëve për me mbajt vendet e punës. Këta kërkojnë që zyra e rregullatorit të energjisë ta shtyejë vendimin për liberalizim tregu të paktën për një vit që prodhuesit të përgatiten.